Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani dhe bëni një subscribe. Përplasjet Zjadin Sela Taravari vazhduan. Zjadin Sela e quan mbrëm Taravarin parking kryetari dhe zaif kryetari. Dhe ka të drejtë. Gjithë e dim se pse u tërhoq Taravari nga qeveria dhe posti i ministrit të shëndetësisë. Ishte parkingu në qendrën klinike të spitalit në Shkup. Pas sulmeve që i drejtoi Taravari Zjadin Selës, po e pret te dera e qeverisë Mickovski Sela për të hyrë, nuk kaloi dita Zjadin Sela ju kundërpërgjigj. Taravari tha ka trahtuar. Ky parking, kryetari e ndau aleancën për parkingje që të hyjë në qeveri. Dhe doli nga qeveria mu për parkingje. Bëri aleancë me Isen Shabanin po për një parking në Gostivar, cilin e shantazhonte se nuk ja jep lejen e përdorimit për ta futur para në përxhepa. Pra, atë që kretë e thonë Taravari është njëri nga... Nuk ka që kam pasën dhe një komunikim me ta. Dhe këtë është i fundit ndër figurat politike me cilët do të kisha komunikuar. Apo, unë kam përsërit edhe në paraqitje tjera, kur traftojnë është sikur t'i këpusin duart. Dhe ka, ti mund të falësh, po s'mund të përqefash. Apo, shu që zoti Taravari ka traftuar. Ky parking kryetari, në gjithë karrierën e tij politike dhe lidhur vetëm me e ndau aleancën për parkingin, që ty në qeveri, dërë nga qeveria, po për parkingin, dhe bën aleancë me Isen Shabanin, po për një parking në Gostivar, të cilin e shantazhonte që s'ja jep lejen e përdorimit, për të futur para në përxhepa, me zot. Po pra, por, t'i kthemi pak një ndodhje mjaft interesante. Është data 8 mars vitit 2024. Një hotel tepër luksos në qendër të Tetovës. Aleanca për shqiptarët, Forumi Grave, organizon 8 marsin festën. Dhe në një takim të shkurtblic më pyeti çfarë ka diçka që nuk di, i tregova diçka, tha pa nuk është e mundur. Dhe i ndodhi ajo. I ndodhi. Tha do të marr telefon edhe më nuk kemi dëgjuar. Unë dhe Sela njihemi që nga viti 1998, kur Sela ishte në Inspektoriatin Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë në kohën e Arben Xhaferit dhe Mendu Thaçit. Okej. Pas sulmeve, pra edhe një herë. Përplasja midis Arben Taravari dhe Zjadin Selës nuk është konflikt idesh, është përplasje interesash, hetimi i fakteve, kronologjisë dhe vendimeve, kjo që tregon se ndarja e aleancës për shqiptarët nuk erdhi nga dallimet programore, por nga kontrolli i burimeve lokale dhe pazaret për pushtet. Pas sulmeve që i drejtoi Taravari Zjadin Selës, se po pret te dera, nuk duhet haruar se në vitin 2017 Arben Taravari emërohet ministri i shëndetësisë si përfaqësues i aleancës për shqiptarët në qeverinë Zaev. Vendim politik kaloi nëpërmes lidershipit të ASH-së të drejtuar nga Zjadin Sela. Ky është dokument zyrtar, jo interpretim. Çdo narrativ që paraqet Taravarin si figurë të pavarur nga ASH-ja i bie përballë këtij fakti. Sipas burimeve brenda strukturave lokale dhe analizës së vendimeve komunale në Gostivar, parkingjet dhe lejet e përdorimit u shndruan në një tensioni. Këto nuk janë detaje teknike, janë burime të qëndrueshme të ardhurash dhe instrument presioni administrativ. Pra, kontrolli i parkingjeve rrjedh financa, përdorimi i lejeve si mjet negocimi, pushteti lokal si garanci për ndikim politik. Në këtë kontekst, ndarja e ASH-s nuk u shoqërua me dokument politik, platformë alternative apo votim të brendshëm, u shoqërua me lëvizje të shpejta pushteti. Atë që e bëri Taravari Selës, ja bëri Taravarit Aziraliu. Hyrje dhe dalën nga qeveria. Kuptohet, ishin sinjale pazarësh. Taravari hyri në qeveri kur kushtet lokale ishin të favorshme dhe doli kur ato u prekën. Nuk pati akt publik parimor as sqarim programor. Ky model është indikator klasik i marrëveshjes së dështuar, jo i opozitarizmit. Aleanca me Isen Shabanin Gostivar që përmend edhe Sela është paraqitur si bashkëpunim politik. Në praktik, sipas deklarimeve publike të Selës dhe burimeve komunale, lejet e parkingjeve përdoren si mjet presionin dhe partnerit. Nëse këto pretendime që kanë bëjnë me abuzim të kompetencave administrative për përfitim politik. Unë nuk më befason Taravari, as nuk më befason dorëheqja e nipit apo familjarit të Selës, ish ministrit të
drejtësisë krenar Llogës. Krenari arriti maksimumin në politikë që mund të arrije. Ishte ministri i drejtësisë. Më tepër nuk mund të shkoj. Kryeministër s'në bëhet. Dhe e kuptoi largimin e tij. Por se kishte nevojë Sela për të, kishte. Pse sulmi frontal ndaj Selës pikërisht tani? Sepse Sela është dëshmitar politik i ngritjes së Taravaret dhe i proceseve të brendshme të ASH-s. Diskreditimi i dëshmitarit është taktikë e njohur kur pritet ekspozim faktesh. Sulmet janë të sinkronizuara, emocionale dhe pa prova të reja zhurmë për të mbuluar dosjen. Bile këtu ka gisht për shkak se BDI nuk mund të përgjigjet, Selës dhe vendothaqet e kanë futur në lojë dhe ai me vetë ka hyrë Taravari. Çfarë mbetet pa përgjigje? Ne nuk bëjmë këtu hetuesin. Kush përfitoi financiarisht nga menaxhimi i parkimit negociuar dhe me çfarë kontratash? A ka pasur presion administrativ për dhënje me dhënje lesh? Pse nuk publikoi kur një platformë politike që justifikon ndarjen e ASH-s? Cilat media u përdorën për të normalizuar narrativën pas faktit? Pra edhe një herë, Aleanca për Shqiptarët nuk u thyen nga debatet ideologjike, u shmontuan nga interesat të ngushta pushteti lokal. Përplasja Taravari Sela është simptom e vënuar e një procesi që ka nisur me privatizimin e politikës. Ka dosje kërkime tim, jo retorike, dhe sa më shumë sulmohet Sela, aq më qartë del nevoja për transparencë mbi parkinget, lejet dhe pazaret politike të bllokut shqiptar, opozitar apo qeveritar në qeveri në Maqedoninë e Veriut. Dhe nuk do ndalemi me kaq. Nuk do ndalemi me kaq, sepse kanë plasur debate të shumta, edhe unë kam marrë pjesë në një debat të tillë, lidhur me atë se pse në një moment të caktuar apo në momentet të caktuara kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti po përdor shoqatat humanitare për ndonjë reklamim apo për ndonjë situatë për dalë nga ajo që cilën ai mendon se e ka kaluar, por në vërtet jo. Izet Mexhiti ka takuar sot drejtuesit e Kallirit të Mërësisë, të Mirësisë. Okej, pse jo, por nuk është herë e parë. Në muajin 10 takoi edhe Elilalin, që aso kohë komentua në rrjetet sociale sikur marrje më të mirë dhe njerëzit që dulen në fotografuan do e hapin votat Vlenit. E njëjta gjë edhe tash. Mirë po shtrohet një çështje tjetër. Izet Mexhiti sillet sikur është opozitar. Pse nuk sqaron sa mjete ka ndarë komunën e Çajirit në 2025-2026 për ndihmë sociale direkte? Takimi me drejtuesit e Kallirit të Mërësisë që duan të ndihmojnë njerëzit në nevojë është për ta përshëndetur. Por më tepër do kishte ngjarë sikur të ishte Izet Mexhiti në rolin e opozitarit, jo të pushtetarit. Por në mungesë të aktiviteteve punuese komunale, kush vjen në takim mule në ballinë të portaleve që më tepër i ngjan retorikës opozitare. Jo qasje një kryetari komune që ka buxhet, kompetenca dhe përgjegjësi ligjore. Komuna e Çajirit nuk është organizatë qeveritare, është institucion publik. Izet Mexhiti sikur sillet si ndërmjetës moral, jo vendimmarrës. Takimet me shoqata humanitare janë në rregull, por nuk zëvendësojnë politikat sociale komunale. Çfarë nuk thuhet qëllimisht? Komuna mund të ndajë linja buxhetore direkte për familjet në nevojë. Krijoj fonde sociale komunale, subvencionoj ushqim, energji, qira, libra, transport. Asnjë nga këto nuk kërkon shoqata për vendim politik. Dhe ka një hipokrizi politike. Kur flet për solidaritet, e zhvendos barën te humanitarizmi privat. Kur vjen puna te parat publike, fshihet pas frazës bashkëpunim institucional. Pra, lavdron shoqatat, por nuk merr përgjegjësi financiare. Mesazhi real që del nga ky takim është ndihma për të varfrit të punës së shoqatave dhe komunës. Kjo është e rrezikshme politikisht dhe moralisht. Pra, e parashtruam një pyetje, sa mjete ka ndarë komunën e Çajirit në vitin 2025-2026 për ndihmë sociale direkte? Sa për asfalt, si krahasim, e sa për njerëz. Në pushtet nuk vlerësohen nga takimit, por nga vendimet dhe paratë që ndan. Njësoj ky shkrim e atërbohet edhe Bilal Kasami. Por, çfarë ajo pasdite më la të ngrej pluhur. BDI, dega në Çajir, u ngrit në këmbë prap kundër komunës së Izet Mexhitit. Qindra mësimdhënës pa paga. Komuna e Izet Mexhitit vonon për llogaritjet. Nuk e them unë, e thot dega e BDI-s në Çajir dhe mësuesit që nuk i kanë marrë rrogat ende me datë 17 muaj të parë, është dashur të marrën maksimum me datë 15 muaj të parë. Nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Sot data shënon 16 janar dhe qindra mësimdhënës në Çajir janë lënë pa paga. Jo sepse nuk kanë punuar gjatë muajit dhjetor,
jo sepse nuk ka pasur mjetet e mjaftueshme në arkën shtetërore, por sepse komuna e Çajirit ka dështuar të kryejë detyrën më elementare dhe më të rëndësishme të saj. Sipas të dhënave dhe ankesave që kemi planuar drejt për drejt nga mosimdhënësit e Çajirit, kërkesa për pagesën e pagave të muajit dhjetor është dërguar vetëm më 12 dhjetor, ndonse e njëjta duhet të ishte dërguar që në ditët e para të muajit në fjalë. Si pasojë kësaj neglizhence, ka kaluar edhe afati ligjor për kryerjen e pagesave, që është më së voni 15 janar. Dhe sot, mosimdhënësit po përballen me realitetin e hidhur. Familjet që presin rrogën e tyre, borxhet që nuk paguhen dhe faturat që nuk presin. Dhe mos harroni, janari është muaji më i vështirë për çdo familje, me fatura më të larta, borxhe të mbartura, shpenzime për shkak të festave, pushime dimrore dhe fëmijë që duhet të kthehen bandave shkollore ditëve në vim. Po pra, si zakonisht, 80% e shkollave udhëhiqen nga drejtorët partijak. Dhe drejtorët partijak 100% ndikojnë në zgjedhje, pra. Mësues të dashur, me respekte. E keni votuar? Ja te e keni. E pse bën atë, ai ka njerëz që në komunë nuk i din purët deri në fund. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Dhe për fund, do ndalesha në të që quhet subvencione. As komune e Tetovës, as komune e Çajirit, që janë nën kontroll të Vlenit, nuk e bën atë që e bën komuna e Shkupit. Sot komuna e Shkupit ka ndarë një vendim ku do të ndaj 200 familje bonuse, pra vetë pagesë nga komuna, rreth 20.000 denar për inverter. Mos u tregoni Bilalit dhe Izetit se preke njerëzit. Unë ta kisha ditë se preket që shmoti do i kisha prek. Pra, bëni subscribe në podcastin Mesut Shabani. Unë jam Mesut Shabani.